Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përsëriti se mbështet kërkesat e protestuesve duke nisur nga largimi i Edi Ramës e krijimi një qeverie teknike. Por në konferencën me gazetarët, Berisha specifikoi se mbështet edhe kërkesën e tyre që kryeministri të qëndrojë në detyrë vetëm 2 mandate përgjatë gjithë jetës politike të një individi. Kërkohet kufizimi i mandatit të kryeministrit në 2 mandate. Partia Demokratike është plotësisht dakord. Plotësisht dakord. Që nesër është e gatshme të votojë në parlament dhe të bëjë thirrje qytetarëve të votojë për një mas të tillë. Pse? Sepse u bë e qartë se Edi Rama nuk lejon rotacionin e pushtetit. Në një rast hipotetik, nëse kushtetuta ndryshohet për të vendosur kufizimin e mandateve për kryeministrin, siç e kërkojnë protestuesit, 2 mandate për gjithë jetën politike, kjo prek edhe vetë Berishën, i cili nuk mund të garojë më për postin e kryeministrit, pasi e ka mbajtur këtë detyrë nga viti 2005 deri në vitin 2013. Mbetet për të parë nëse vetë Berisha po paralajmëron që nuk do të garojë më për të qenë kryeministër i vendit. Ndërkaq nga ana tjetër Berisha mbrojti protestuesit e veçanërisht Dritan Goxhën, që 2 ditë më parë lexoi kërkesat e tyre, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama se po përdor mjetet e diktaturës komuniste kundër tyre. Edi Rama është shndruar në dajën e vet, rëmon si të thuash domethënë më thonë. Rëmon në biografinë e njerëzve në mënyrë më perverse, më të përçmuar, përpiqen të manipulojnë me dokumenta duke falsifikuar firma. Prej momentit që protestuesit lexuan një listë me kërkesa drejtuar qeverisë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha doli publikisht për të mbështetur kërkesat e tyre.